Sila Turkoglu është një nga aktoret më të reja dhe më të komentuara të ekranit turk, e cila brenda pak vitesh arriti të ndërtojë një karrierë shumë të suksesshme në botën e serialeve. Me pamjen e saj natyrale, aktrimin emocional dhe zgjedhjet e guximshme profesionale, ajo është kthyer në një emër shumë të dashur për publikun. Sila Turkoglu ka lindur më 18 prill 1999 në Izmir, Turqi, që në moshë të vogël ajo tregoi interes për artin dhe aktrimin. Pas përfundimit të shkollës së mesme, ndoqi kurse aktrimi dhe filloi të kërkojë role televizive. Talentit të saj nuk ju desh shumë kohë për t'u vënë re. Serialet ku ka marrë pjesë: Jemini 2019-2022. Premtimi është një dramë romantike shumë e ndjekur, e cila tregon historinë e një martese të detyruar mes dy të rinjve nga botë të ndryshme. Seriali trajton tema si sakrifica, familja, durimi dhe dashuria e vërtetë, duke u bërë një nga serialet ditore më të suksesshme në Turqi dhe jashtë saj. Në këtë serial, Sila luajti rolin e Sunës, një vajzë e ndjeshme, e qetë dhe me një botë të pasur emocionale. Edhe pse nuk ishte roli kryesor, personazhi i saj u pëlqye shumë nga publiku dhe i dha asaj njohjen e parë të madhe. Thashë themet për lidhje romantike. Gjatë transmetimit të serialit, Media Rose e lidhi emrin e saj me partnerin e saj në ekran, Gökberk Demirci. Megjithatë, asnjëherë nuk pati konfirmim zyrtar dhe të dy aktorët i cilësuan raportet si thjesht profesionale. Arsyeja e largimit. Largimi i saj u shpjegua si një vendim profesional për të mos mbetur e lidhur për një kohë të gjatë, me role dytësore dhe për të kërkuar projekte më sfiduese. Amaneti 2022. Amaneti është një dramë familjare që fokusohet në përgjegjësinë, dhimbjen dhe lidhjet njerëzore. Historia sillet rreth një fëmijë jetim dhe njerëzve që përpiqen t'i ofrojnë atij dashuri. Sila mori rolin kryesor si Seheri, një grua e fortë nga jashtë, por shumë e brisht emocionalisht. Personazhi i saj përballet me trauma, humbje dhe dilema morale, duke qenë qendra emocionale e serialit. Thashë themet për lidhje romantike. Pas fillimit të serialit, u përfol për një lidhje të mundshme me Silës dhe partnerit të saj, Halil Ibrahim. Edhe këto thashë theme nuk u konfirmuan kurrë nga asnjëra palë. Arsyeja e largimit. Largimi i saj nga Amaneti ndodhi papritur. Media turke raportuan për lodhje fizike dhe psikologjike, si dhe për mospërputhje profesionale për shkak të ritmit shumë intensiv të xhirimeve ditore. Një dashuri. Një dashuri është një dramë sociale shumë e komentuar që trajton përplasje mes traditës dhe modernitetit. Seriali tregon historinë e dy familjeve me botëkuptime të ndryshme, të cilat bashkohen përmes martesës së fëmijëve të tyre. Ajo luan rolin e Dohas, një vajzë e re e arsimuar dhe moderne, e cila përballet me presion familjar, paragjykime shoqërore dhe vendime shumë të vështira jetësore. Ky rol shënon pjekurinë e saj artistike dhe e ka vendosur përfundimisht në mesin e aktoreve më të rëndësishme të brezit të ri. Gjatë transmetimit të serialit, emri i saj u lidh shpesh me aktorin Dogukan, i cili luan rolin e Fatiut. Disa media pretenduan për një romancë jashtë ekranit, por aktorët nuk e konfirmuan kurrë publikisht. Arsyeja e largimit nga seriali. Largimi i Silës nga një dashuri u shoqërua me shumë spekulime. Zyrtarisht arsyeja nuk u bë publike, por burime pranë produksionit folën për diferenca profesionale dhe lodhje emocionale. Thashë themet për konflikte në kast. Në media u përfol gjithashtu për tensione me saj dhe aktores Feyuza Çivelek, e cila luan rolin e Nilaj. Sipas thashë themeve, kjo aktore është përmendur shpesh si shkaktare e konflikteve në prapasken. Në të njëjtin kontekst, mediat lidhen largimin e disa aktorëve të tjerë nga seriali, përfshirë Sibel që luan rolin e Pembes dhe Emra që luan rolin e Mustafait. Megjithatë, duhet theksuar se asnjë nga këto pretendime nuk është konfirmuar zyrtarisht, dhe as produksioni, as aktorët nuk kanë bërë deklarata të drejtpërdrejta mbi këto çështje. Çmime dhe arritje profesionale. Gjatë karrierës së saj, Sila ka arritur të fitojë vlerësime të rëndësishme, si nga publiku, ashtu edhe nga institucionet zyrtare të industrisë televizive dhe të filmit në Turqi. Një nga çmimet më të rëndësishme të saj erdhi në kuadër të Festivalit Internacional të Filmit në Izmir, ku ajo fitoi çmimin aktoria më e mirë, fal interpretimit të saj shumë të vlerësuar në serialin Një dashuri. Po ashtu, në një nga eventet më prestigjioze televizive në Turqi, Sila u nderua me çmimin Ylli në rritje. Ky çmim ju dha për suksesin e saj të shpejtë në ekran dhe për ndikimin e madh që arriti të krijojë në një kohë relativisht të shkurtër në industrinë televizive. Një tjetër vlerësim të rëndësishëm ka marrë në Turqi, pasi ajo fitoi çmimin si çifti më i mirë televiziv, për çiftin e saj në serialin Amaneti, për krah aktorit Halil Ibrahim. Ky çmim, i bazuar kryesisht në votat e publikut të ri, pasqyron popularitetin e saj të madh dhe lidhjen emocionale që personazhet e saj kanë krijuar me shikuesi. Këto çmime dhe vlerësime e pozicionojnë Silën si një nga aktoret më të suksesshme
dhe më premtuese të brezit të ri në botën e serialeve turke. Sila është përgjithsisht e rezervuar kur bëhet fjalë për jetën e saj private. Megjithatë ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale, ku ndan shpesh momente nga jeta e përditshme, puna dhe udhëtimet e saj. Kohët e fundit, aktoreja ka tërhequr vëmendjen edhe për faktin se ka publikuar disa foto me partnerin e saj aktual, duke konfirmuar në mënyrë indirekte lidhjen e tyre. Edhe pse prania e saj në rrjetet sociale është e hapur dhe e ndjekur nga miliona fansa, Sila zgjedh të mos jap shumë detaje për marrëdhëniet e saj personale në intervista. Ajo ka theksuar disa herë se për momentin prioriteti i saj kryesor mbetet karriera, zhvillimi profesional dhe zgjedhja e projekteve që i japi mundësi të rritet si aktore. Nëse ju pëlqen Sila si aktore, na e shkruani në komente dhe na sugjeroni se për ka aktore do të doni të merrnit më shumë informacion. Ju falenderojmë që na ndiqni. Shihemi në videon e radhës.